Stenaldo Mihilli ka hapur zemrën gjatë një bisede të ndjerë mes tine kur rrëfeu dashurinë e tij për një vajzë. 28 vjeçari u shpreh se ishte shumë i përfshirë dhe i dashuruar saqë nuk donte t'ia dinte për asgjë tjetër. Kam qenë në një moment shumë i dashuruar me një vajzë. Kthehesha një ditë me tren, nga ata të shpejtët, dhe kaloja nga Boni. Ishte nga këta trena 2-katësh me dhoma. Rastisa me një dhomë me një zotëri. U futa brenda dhe ula në gabinë me ata, biseduam shumë. Isha aq i dashuruar se s'doja t'ja dija se çfarë ndodhte, as ku hipja, as ku zbrisja, as ku vritesha, rrëfeu Stenaldo. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.